përthem bomblë e gazit në Gramsh, digjet plotësisht banesa. Në orët e paramëngjesit të sotëm një ngjarje e rëndë u regjistrua në lagjen Xhile Lici në qytetin e Gramshit, ku një bombull gazi ka shpërthyer brenda një banese, duke shkaktuar një zjarr të madh që ka përfshirë gjithë ndërtesën. Sipas informacioneve, fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Megjithatë, dëmet materiale janë të mëdha, pasi banesa është djegur plotësisht. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm sa ka tmerruar banorët përreth. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë forca zjarfikse dhe efektiv të policisë, të cilët kanë bërë të mundur izolimin e flakëve dhe sigurimin e zonës. Banesa është në pronësi të shtetasit Ahmet Kokonozi. Autoritetet po hetojnë për të përcaktuar shkaqet sakta të shpërthimit.